Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Del në pension në moshën 100 vjeçare, japonezi ka një këshill për të gjithë. Ndër këshillat për të qëndruar të shëndetshëm sipas 100 vjeçarit të shkëlqyeshëm, ai thotë të mos hani shumë dhe të mos pini shumë, si dhe të ushtroheni të paktën 10 minuta çdo ditë. Kini kujdes mos anashkaloni kurrë mëngjesin. Hani gjithmonë vakte të rregullta dhe me shumë fruta dhe perime. Ai tregon se të pirit ujë do t'ju mbajë të hidratuar. Hani ushqime të pasura me fibra dhe duhet më së tepërmi të ushqeni me pjata të vogla. Mos i ndaloni ushqime që ju pëlqejnë, por duhet i zgjidhni me kujdes ato. Reduktoni konsumin e alkoolit dhe planifikojeni më parë vaktet tuaja që të mos hani të uritur gjithmonë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.